Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që esin rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Sonte jemi me dersin e 10 ose takimin e 10 me radhë nga takimet me historinë dhe zhvillimet e jetës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për me ndërlidh me ato që e kemi thonë dersin e kalum ose takimin e kalum, thëmë që mushrikët kanë fillu me ja shpërsu metodat edhe me i radikalizu mjetët për ndalimin e Muhammedit alayhi salatu wassalam në forma të ndryshme të torturës. Pastaj e kanë sfidu pejgamberin alayhi salatu wassalam duke i kërku argumente mrekulli, duke i bë pyetje të cilat kanë mendu se s'mundet më u përgjigj pejgamberi alayhi salatu wassalam të e kështu me radhë. Tash fillon një fazë e zhvillimeve pak më ndryshe në Mekë, pak më interesante. Ajo është se pejgamberi alayhi salatu wassalam po i thot një grupit shokëve të vet, lënë Mekën edhe mësynja dika katmuni se është i papërballueshëm qëndrimi në Mekë. Dhe duke u nisur nga kjo, disa prej shokëve të tij fillon përgatitjet që parafërsisht varësisht prej transmetimeve ishin 12 burra dhe 4 gra të cilat u bënën gati, jo të gjithë për një herë, mirë po në grupe më të vogla, po kryesorja këta 12 burra dhe 4 gra u mbledhën edhe u shpërgolen pastaj në një vend tjetër. Ku po i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam me shku? Do të thonë Mekja, vendlindja e tyne, familjarët e tyne, baballarët e tyne, vllaznia e tyne, pasuria e tyre, historia e tyre, nuk po i mon, nuk po i lejon me jetu në Mekë, edhe pse krejt kishin aty. E tash pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot: inna bi ardil habasha malikun la yuzlamu ahadun fihi indahu. Thot në Abisini është një mret në pushtetin e të cilit si bëhet zullum kërkuina. Atër shkoni atje derisa Allahu t'ja u bëj një qare. Sepse pejgamberin alayhi salatu wassalam po e mbrojnë migja, në Abu Talibi, edhe të pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk po kanë fort guxim me zgjat dorën edhe me torturu, sikur se tjerët, e me që s'po mundet me i nal torturat pe tjerëve, po i thot shkoni te në Abisini, sa atje është një mret që nuk lejon mu bo zullum të ukën e tij, që të ku sundonaj, nuk bëhet zullum derisa Allahu t'ja u bëj një qare. Mirë, është interesant se kush po e merr këtë rrugë tash. Fillimisht Abisinia kush është? Ose ku është Abisinia? Kush e dini ka një libër, po takimin e arshëm i Abisës ka me veti. Kush e den Abisinia, nëse e lepnin fjalorët shqip Abisinia del Abisinia. Domthonë është fjalë shqipe. Çka është për qëllim Abisinia? Etiopia po thot njëri. Që ka pas marrë një libër më herët. Po mendon që ka llaj mirë në librat çdo sa herë vjen. Mirë, Abisinia e hershme është për qëllim raca somaleze edhe etiopiase që janë të parafërta. Mirë, po këso i kanë thonë Abisini më herët, edhe Somalia e Sudit, edhe Etiopia, edhe Eritrea, edhe Gjibuti, edhe një pjesë Kenijes. Të bënë që këra janë ushqujt Habeshe, arabesht, ndërsa Abisini ushqujt kalumën. Por arsye se populli më të vërtet është interesant, populli i kësaj pjesë ka qenë i butë. Edhe sëda adet, njerëzit që mas leti bëhon musliman janë 2 raca. Një qëta, të më thonë Etiopia, Somalesët mo janë musliman ata po dihet, po Etiopia, Kenia, Tanzania, po edhe një racë tjetër, ose edhe një popull tjetër, janë Filipinest. Populli Filipinës shumë letë bëhon musliman. Vetëm në Arabinë Saudite, çdo manifestim që e bojnë, me 10 kanë herë dhe me 100 bëhen musliman shumë letë. Si duket janë racë e butë dhe janë popull më i butë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam po i thot, shkoni në Abisini. E ka për qëllim në Gjashijun. Tham 12 burra dhe 4 gra. Në mesin e këtyre që u nisën për Abisini, është Uthmani radiallahu anhu me gruan e vet, vajzën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Rukijen.
Pastaj është Gjaferi radhiyallahu anhu, vllau i Aliut, djali i Hoxhës pejgamberit alayhi salatu wassalam, djali i Ebu Talibit. Mirë, dikush mund të më thonë, Ebu Talibi po e mbron djalin e vllaut, son po e mbron djalin e vet. Don pse Gjaferi me shku atje? E shohim që shkumja e Gjaferit atje nuk është e rastësishme, po është përzgjedhje për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Don në mesin e këtyre nuk po i përmendi krejt, po domon tham Uthmani radhiyallahu anhu me grua, Ebu Seleme me grua, Ummu Seleme. Ona del masanej në shfaqet Ummu Seleme në skenë, sepse i vdes burri dhe martohet me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Është vajza e pejgamberit alayhi salatu wassalam Rukia, që ishte gruaja e Uthmanit. Pastaj ishte Abdurrahman ibn Aufi, ishte Zubair ibn Awami, Musab ibn Umeri. Mirë, nëse i shohim qëta, më të vërtet domthon nuk ishin që torturoheshin mas tepërmi. Mirë, por normal që kishin edhe tortura, sepse migja i vet, Uthman për shembull, Uthman radhiyallahu, migja i vet në fillim të Islamit e ka lidhur në shtëpi, e ka mojt lidhur në shtëpi. Migja i vet. Edhe këta kanë pas tortura, mirë, po jo sa do të tjerë që kanë pas më tepër. Pse këta? Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam po don, përveç që po don me i shpëtu një grup prej torturave edhe presionit Mekë, po don me nxjerr një grup që janë njerëz të mëshëm, njerëz organizativ, edhe me kalu në një vend tjetër, me jetu jetën pa presion, pa ndalesa, edhe me zhvillu jetën, edhe fetarin, edhe davetin, edhe me bo plane për atit. Edhe për ata nuk janë të rastësishëm këta njerëz. Është interesant që edhe Abu Bekri është nis. Është nis edhe Abu Bekri me bo hijret. Me lon Mekën. Duke kalu rrugës, e takon një shok i tij, i cili ka pas emrin Ibn Daghina, i kanë thënë kështu. Dhe ka thonë, kaja kem sy o Abu Bekr? Thot, Mekja o bo pa përballueshme, nuk më mlon më jetu në Mekë. Çka? Thot e kelon Mekën, thot e kom lon prej zorit. Pastaj ky Ibn Daghina ja përmend cilësitë e Abu Bekrit, çuçi ka përmend Hatixha pejgamberit alayhi salatu wasallam. Thot vallahi njeri si ti nuk bën mu largu për shtëpis. Njerin si ti duhet me majt, me bo këjshi, me bo vlla, sepse ti e ndihmon të varfrin, ti i del krah atij që është në hak, ti e nderon musafirin, ti i ndihmon skamnorit e kështu me radhë. Domthon këto virtyte që i ki ti nuk bën më të hub në shoqëri. Ti duhet më të pas, nuk e di ç'është pas kanë nxjerr ty. Subhanallah. Mirë, po njeri kur çrregullohet parametrat e motjes edhe vlerësimit, pastaj edhe të mirën e largon. Pse? Sepse çashtuja çeta e matematika e tij. Një njeri si Abu Bekri me pasu shkon nder, edhe pse ka qenë besim ndryshe nga idhujtarët e Mekës. Mirë, po me pas një kusheri ose një tafër ose një fqinj si Abu Bekri, o shkon nder dhe kon privilegj. Ndërsa këta e largojnë edhe nxjerrin për shtëpis. Por ata që i bën dëkin e po, a janë menur ata? Qysh të largojnë tyje? Na kret kemi qef me pas një njeri si ti të afërt, edhe muni rahat, edhe me këjshi, edhe si vlla, edhe si shok, edhe ata të largojnë tyje të qesin për Mekës. A janë men këta njerëz? Thot hec me mua, unë kam të shtin Mekë. Edhe hin Ibn Daghina në Mekë, edhe i dhujtarët kryesor aty rreth Çabës, edhe po i thot Abu Bekri është menore tem. Menore e kanë përdorur plesht këtë fjalë, domthon besë teme. Domthon nëse e prekni atom keni prek mua u ditë kë. Kur e ka marrë dikush në besë dikonin, o ditë që edhe ai e ka marrë përsi për të njëjtin belosh që ka mos ai. Edhe thot Abu Bekri është në besë teme. I thojnë mushrikët u kry, besë tonë, po e pranojmë Mekë, veç se le të falet dikun çështë të burrit atje mos del rreth udhës. Sepse kur po falet kjo dhe kur po i thot ato, domthon kur lexon Kur'anin Abu Bekri, kur po i thot ato të vetat, masanena granimi, fëmia, ropt që i kemi në sklevrit, kur po e dëgjojnë ato, po mashtrohen mas tina dhe po bëhen si kuraj. Subhanallah. Por ani falo, po dikon çështë atje në fund të burrit ku s'she kërkush, s'nin kërkush. Edhe i thot Ibn Daghina, po më marruni faltore të vogël që atje në çesh, ju kanë rreth rrugës, edhe fillon Abu Bekri mu fal në çesh. A e keni parasysh tash se pse bëhen gjithë kjo zhurmë nëpër media kundër hoxhallarëve? Zakonisht thirrët kur ftohet hoxha në mision, thirrën në 5-6 janë përgatitur mirë me deklasu hoxhën sipas tyne. Pse? Me bë sa më shumë zhurmë që mësimet e fesë mos me rritë familja e tyne. Se mos tani po bëhen familjarët pe marrin pe kopin fejen. Ai e shon fejen ditën atë vojzat i mbuluhet. Ky tjetri ashtu djemt fillojnë mu falë edhe nuk e thirrin darsën për shembull. E kjo shteron për ta. E kështu që domethënë i njëjti skenar. Mos e lënë Abu Bekri me kusht letrin Mekë, ama me kusht mu fal në çështë aty ku se nin kërkosh. Sepse po na i mashtron fëmijët vallahi. Kështu kanë thënë.
Edhe sot zhurma bëhet. Me ilon hoxhallar me fol, me ilon me shpjegu fejen, pastaj njerëzit po e marrin, ka hyn namazin, e keni njerëzit thonë, ka hyn namazin institucione, ka hyn fakultet, po mirë ka hyn, çfarë do me bëti? Ama do të me i hesht hoxhallar sepse abishe na mor na hini fejen tanant. Hyn për feja, se kjo është feja Allahut, kjo dritë, se në nol kërkush. Hyn, çysh ka hyn edhe ka me, edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu pranoi që mu fal dikon me qash, sepse Ebu Bekri ka qenë i butë. Edhe gjatë leximit Kuranit, namaz ka kojt shumë. E dini, kur ka dosht pejgamberi alayhi salatu wasalam me qit imam dikonin që s'ka mujt me fal namazin, i ka thonë Aisha stuaj Abu Bekri dele imam. Aisha hatoi dërgoi me Allah ta smunet më fal pe çamës, që çon shumë namaz. Thot thuaj Abu Bekri dele imam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam. E çështu e ka fol Abu Bekri, e ka fol me përkushtim, me porësi. Veç me po tu e fol, i ka bë për shtypje njerëzve. E lejmo leximin që ka lexuar bukur, rrjedh shumë Kur'anin, pastaj emocionet që ka bërë zot namazit, nuk e ka po dikush veç se është ndiku pe namazit e Abu Bekrit. Për ata dhe kanë nxjerr pe Mekës. Ju që i ka bë diçka. Mirë, po si përshoi njerëz këto, po ndikohen për tina. E kanë nguni hoç, sot thot. E kanë nguni hoç tash ka filluar këmo fort diçka po. Po mirë. E kanë nguni hoç, e kanë nguni mësimet e hoç. A ka ardhur dikush me zarr me kapatën? O thoni e njëjta propaganda dhe njëjti skenar. Pastaj Abu Bekri radhiyallahu anhu smos sonë doran vetin, atje në çështë të burit vetë më fal, do më orë të shtëpia më fal. Edhe shkon i thot këtij Ibn Daghinas, jo, në para se më i thon, del falet ku kon. Edhe shkon Ibn Daghina i thot o Abu Bekr, shikin apo s'fjalt? Ai kena pas fjalt më fal çati. Thot o Ibn Daghina, shumë faleminderes që më ke marrë në besë. Prej sodit që besa, që më ke dhënë merre, shumë faleminderes, unë po kaloj në besë të Allahut. Nuk mbrojt Allahu mirë, mos mbrojt çtash. Edhe e merr kë Ibn Daghina këtë fjalë dhe shkon te editorët e Mekës rreth Çabës, thot prej sodit Abu Bekri nuk ka më besë teme. Kështu që, domethënë unë nuk kam më kurrë me juve edhe nëse i shtini fjalët me tohin në Hasmari ose hinin Belam. Pastaj e përshkruan Ummu Seleme këtë udhtim të tyre, Ummu Seleme, gruaja e Abu Seleme, që pastaj bëhet nanë besimtare sepse martohet me pejgamberin alayhi salatu wasalam pas se vdes Abu Seleme, thot kemi kalu afër Mekës, se Meka nuk është larg prej detit, kemi dalë në Beregat aty, pe aty pastaj me anije të vogla ose ku e di çfarë anije kanë kaluar në Abisiniati. Thot kemi kalu shumë mirë, kemi gjetë njerëz shumë të mirë, atmosferë shumë të mirë për me jetu, kush nuk të muckas nuk të folke, bën çka dush, falu sot dush, adhuro çka dush, kush nuk të folke jemi kënaq, edhe nuk kemi pas kur far presioni për shkak të fesë. Mirë. Çka ndodhi pastaj? Pastaj gjatë kësaj kohe ndodhen zhvillime interesante në Mekë, çka nuk ishin të paramenume, nuk i paramenonte dikush që mund të ndodhë. E para është se këtyre që ishin në Abisini ju shkoi lajmi se Mekasit janë bë musliman. Edhe shkuan 2-3 muaj, erdhën prej Abisinisë, u kthin Mekë. Kur vin Mekë Abu Jahli, Abu Sufjan. Çashtu që shem kon. Mirë, po ju kam rri lajmi gabim. Pse ju kam rri lajmi gabim? Dëgjani çfarë. Pse ka ndodhur kjo? Pejgamberi alayhi salatu wasalam në det duke u fol rreth Çabës, sepse si duket i vetmi pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë që u fol në Çabë, të tjerë s'kan guxuar të fol në Çabë. Janë fola për shtëpiat vetë. E pejgamberi alayhi salatu wasalam duke u fol rreth Çabës, nga afër Çabës, është shkon duke e lexuar surën Najm. Wa an-najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, deri në fund surës. Ajeti i fundit i surës është me sejdë. Sejdë e leximit. Afa min hadha al-hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Ajetet e fundit. A me këto lajme që po i sjellim ju po talleni me to, qeshni edhe nuk qani, nuk ju bojnë me qojt këto, bëni sejdë Zotit edhe adhuroni ato. Fasjudu lillahi wa abudu. Kështu është ajeti i fundit. Bëni sejdë Allahut edhe adhuroni ato. Do thotë edhe thot transmetuesi, thot me gjën e me njerëz e me kret kanë bërë sejdën këtë moment. Se pejgamberi alayhi salatu ka bërë sejdë. Edhe mushrikët kanë bërë sejdë, kanë hin tripat Kuranit ata subhanallah. Domethënë zemra e tyre e ka kuptuar se Kurani është Kur'an, është fjala e Allahut. Mirë po i noti Zilia se kalon me pranu, për ndryshe çashtu kanë hin tripat Kuranit të surës, ajet mas ajeti, kur ka ajeti i fundit bëni sejdë, kanë rënë sejdë. S'kan mujt me enal trupin, sikur se është bë trupi i tyre i pavullnetshëm dhe ka rënë sejdë. Thonë pos Abu Jahlit,
i cili s'karon sejdë, po e ka marrë dollëj kështu, edhe e ka qitë të kryt këtu. Mo bash katel. Ebu Gjehli, po kryesore edhe ja ka parafru sejdës, thuhet në transmetim, thuhet që krejt kanë rënë sejdë. Kur kanë rënë sejdë, ju ka shkuloj me atje, krejt janë bo musliman, krejt kanë bo sejdë. Edhe vinë ata, kur vinë këtu, jo mërë Ebu Gjehli, veç ka është ashpërsum, veç ka u bo ma jeger, qashtu Ebu Sufjani, qashtu Ebu Lehebi, qashtu ata tjertë, kështu më radhë. Edhe tash ndodh hijreti i dytë dhe shpërngulja e dytë në Abisinia pet. Prap në Abisini. Mirë po, mes këtyre dy shpërnguljeve kanë ndodhur do gjona interesante tjera. Cilat janë ato? E pranojnë Islamin dy njerëz shumë të mëdhaj, të cilët i kanë bën nder shumë kësaj feje. Shumë. I kanë bën nder dhe muslimanëve të cilët kanë qenë shumë të dëmt këtë kohë. Fjala është për Islamin e Hamzës radhiyallahu anhu, miqës pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe Islami i Omerit radhiyallahu anhu. Interesant. E përmendin disa transmetime që Islami, do më thonë, i Omerit dhe i Hamzës dikon është me det një 5-6 dit ose 4-5 dit. Shumë ofër një tjetër janë bo musliman, po thuj se të gjithë thënë që janë bo musliman mes gjatë kësaj periudhe mes dy hijreteve. Ndërsa hijreti i parë harrova me përmend ka ndodhur në vitin e 5 të shpalljes së pejgamberisë. Mon 3 vjet fshetas, viti 4 me gjithë ato probleme, me ato tortura, dhe viti 5, pastaj ka fundi vitit 5 ose mas gjysmës së vitit 5 bëhet hijreti. Mirë, çush është bëh Hamza radhiyallahu anhu musliman, mas pori me gjallorët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët kanë qenë non me gjallorë. Ku janë? Këtë tortura pejgamberi alayhi salatu wasallam, këtë shame, këtë maltretim, ku janë ata? Ku janë migjallarët? Që migja i mirë, fëmijët e vllaznive janë sikur të vetë. Migjallarët e pejgamberit alayhi salatu wasallam ishin 3 lloje, ose në 3 grupe u ndonë. Grupi i parë që e armiqson pejgamberin alayhi salatu wasallam, që është Ebu Lehebi. Grupi i dytë që e mbrojtën pejgamberin alayhi salatu wasallam. Edhe pse ishin pabesimtar, Ebu Talibi. Ebu Talibi krejt sprovat të cilat ka kalu pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka kalu edhe ai me to. Grupi i tretë i mesëm, si interesante, as me mbrojt, as kondër, as pro. Pos Abbasit radhiyallahu anhu, i cili ka qenë i ri, ka pos pak dallim në moshë me pejgamberin alayhi salatu wasallam, thuhet që ai ka nimu po fshehtas pejgamberit alayhi salatu wasallam se nuk ka guxu mu shfaq. Por ndryshe tjerët janë kanë neutral, as me ndihmu, as me pengu. E Hamza u kon prej tyne që as. Mirë, po një ditë kur vjen pejgjahit, se ka pos zakon Hamza radhiyallahu anhu, i cili ka qenë burr i fjalës. Ka fol pak, na porneja, ka fol që ka pos hije me fol, edhe krejt e kanë pos hatrin meke. E ka posë të ditë e veta, kur ka dalë në sabah, herët me gjujt, ka shtekra edhe është këthy. Kur është këthy të shpia, e sheh pejgamberin alayhi salatu wasallam në gjendje shumë të rëndë, emocionale. Shumë të rëndë. Edhe vetë çaki, këtu tash i rrezet ajo afërsia e gjakut. Të çaki si tregon. Mirë po e merr vesh që Ebu Gjehli e ka shoh çaçaran, disa transmetime thuhet që dhe e ka godit, e ka mshuar shplak pejgamberit alayhi salatu wasallam. Po ja më e pakta është që i ka fol çaçaran sa që e ka lodhë emocionalisht pejgamberin alayhi salatu wasallam. Edhe gjohet nesër të mëngjes, Hamza radhiyallahu anhu që ka shigjetën në dorë, edhe ato shtagat për mras, shkon të qabja, Ebu Gjehli dhe të tjertë aty. Thot, çka i ke bo djallit tem? Se kur kanë dashur arabt me tregu dhe mshuri për dikan, edhe me tregu që do në më ndihmuj, kanë thonë djalli jam. Edhe nëse u kon pak i lartë, çka i ke bo djallit tem? Thot, sepse ai po fol pa kontroll. E di çka na ka bëj. Ai vazhdimisht po na i shon zotat. Ato e kumbo kështu. Halo pa e përfundu fjalën, çysh e ka pas shigjetën. Ndor Hamza i mshon hunve Ebu Gjehlit. Thot, hajde më shumë muqtash. Kthe më muqtash. Unë jam fejnë e Muhamedit, hajde, a ki diçka me mua? Stepën krejt. Met, Hamza, fejnë e Muhamedit, sallallahu alaihi wasallam. A Hamza për vetë thot, s'dia s'ka kum thon. Mi po prej natit, kum ka kaplu i nati, kun që edhe unë jam si ai, hajde, a ki nejsen me mua? Edhe kanë hesht krejt, edhe Ebu Gjehli, edhe krejt tjertë, kanë hesht. Shkon të shtëpia, s'ka kum thon, thot mërë. Tu me lanë fejnë e baballarve, me dol me një fej, të rive, fej e rej, fej e djemve tri, as një plak, as një më shumë nuk është aty, kretë kërert janë anena, kretë baballarët e të unë në konë që të fej, edhe tu me ndu,
don me dal të nesër me thon, çore këto e kam thon pe natit, po unë prap jam në fen e Abdul Mutalibit gjyshte. Mi po don Allahu i lartësuam takohet me pejgamberin alayhi salatu, i flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot çore prej sodit, ti del fal çka dush, shko ku dush, me kon fal, çka dush fal, unë jam mos ti. Edhe unë jam këtë fe. Edhe del para njerëzve, tash me bindje thot. E thot shahadetin, edhe thot unë jam në fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Omeri radiallahu anhu, Omeri ka qenë i ashpër edhe ndaj muslimanëve. Dhondrin e vet, vllaun e motrës, kur u bë musliman e ka lidh në shtëpi, ka mojt lidh. S'kuta me dal për shtëpisti. Mu taku me ata shokët e tu, ata shoqnin tonë që të kanë prish. Se kur u bë musliman dikush me e ke dhe do të thonë u prish. Sa bë fulan domon u tranu në çment. E ka unë islam e dal, edhe e ka lidh Said ibn Zeidin e ka pas dhondër, e ka lidh në shtëpi. Edhe kështu ka qenë i ashpër edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mi po ka fundi ka filluar me zbut zemra. Për shembull, njëra prej grave që ka bëu hijret, thot duke u nis nga prej Mekës për Abisini, e takova Omerin rrugës. Edhe po thot, "Ka ja keni mësuj?" I thash, "Ja kena mësuj për Abisini?" Ose jo Abisini, 4 muaj me gjithë një tokë më të sigurt se abishe çka imi tu. Edhe thot ke gruaja pastaj kur takohet me burrin e vet, që e kanë lënë mu taku një pikë caktuar edhe për monis për Abisini, thot mu do Omeri ish zbut pak, se e shprehi pak një farë mërzije, thë haj. Hajt inshallah ju qelë sa bëj mirë. Çtu diçka ka thonë një fjalë që prej këtuit ka dhënë shenjë se ka filluar mu zbut Omeri. Mirë po, është interesant që për islamin e Omerit nuk ka asnjë tregim të saktë. Se Omeri ka marrë shpatën me shku me Evropë pejgamberin alayhi salatu, përmend në këtë rrymë. Mirë po, domethënë si burime të sakta nuk janë. Domethënë si lajme të sakta nuk janë. Po ato që përmenden mas tepër më janë dy. Njëra prej tyre është se pejgamberi alayhi salatu sallam duke u fal rreth Qabës ka shkuar Omeri të dëgju, thot vallahi fjalë interesante. Edhe ka filluar Kurani me hi në zemër. Edhe prej këtu është zbutur, ka filluar me mendu për islamin, apo është bë musliman. Ky është një version i cili gjithashtu është i dop poshtë prej atyre që përmendet më shumë. Versioni tjetër është se Omeri radhiyallahu anhu në ditë prej ditëve ka dashur me shku me Evropë pejgamberin alayhi salatu wasallam. Ka marrë shpatën. Rrugës e ka takuar një person. Edhe ka thonë, ku ju të shku, thot, du me shku me Evropë Muhamedit edhe të rahatojme, se shku të kështu. I thot, po ti leje Muhamedin, belojat ka hinë shpetët, dhondrëjët me gjithë motër janë po musliman, haj, belo, haj. Kthehet Omeri të shtëpia, radhiyallahu anhu, dhe para se emri të shtëpia, Khababi i cili është bë musliman, është kon t'ja mësu Kur'anin të dëve këtyne. Edhe dhondrit Omerit edhe motrës, edhe Saidit edhe motrës së Omerit radhiyallahu. Kur hin mrana, hin me vrot. Plus si nxejt Omeri, edhe veç pret kush po fulet, që me shkep shuplaka e buksa. I ful dhondri i parë, ja jep një dy e qëtë për tuke. Tu dosh me nal motra, i mshën edhe motrës, e për gjak, pastaj kur e shet për gjak, motrën fillan me menu, shkem të bo, shkem të mbo këta njerës, motrën tem e për gjak. Edhe fillan me menu. Thot, ku e keni qatë pjesë që lexoj shi hajtë? Lexane tani edhe njerë. Ama ta lexoj se japin, thënë, jo se ti je mushrik, si je pastër. Pastaj, thot, ku për shtëpia Muhamedit. Shkon të shtëpia ku ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe e shpall islamin para Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ky gjithashtu është version, edhe ky është i dobët si transmetim, mirë po e përmendin dietarët. Sido që të jetë, Islami i Omerit nuk ka qenë i lehtë, sepse ka pas një farë ashpërsie ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanë. Po çka është interesante, që është e vërtetë dhe e saktë, se pejgamberi alayhi salatu wasalam pak para se më bë musliman Omeri e ka bë don, ka thonë, o Allah, ndihmoje këtë islam me njënin për i 2 Omerave që janë më dashur të ti. Cili më i dashur të ti ndihmoje? Me Omer ibn Khattabin ose Amr ibn Hishamin. Amr ibn Hishami kush është? Ebu Jehli. Ebu Jehli ka pas emrin Amr ibn Hisham. Ebu al-Hakem i ka thonë, baba i urtësisë, pejgamberi alayhi salatu i ka thonë baba i jahilitit. Baba i budallakisë. Edhe Ebu Jehli këtë dunjoja e njohin sot. Kërkush se një Ebu al-Hakem. E kërkush pejgamberi alayhi salatu ka bërë këtë lutje, që Allahu me ndihmu këtë islam me njënin për 2 burrave të fortë, sepse ka pas shpresë, nështë Allahu ja zbut zemrat. Fillimisht, vëllezër, pse se ka bërë këtë do pejgamberi alayhi salatu wasalam në ditët e para. O Allah, uzej filanin, mi boni edhe 15 vjet çto të fortë me do edhe pastaj me fillu davetin. Kjo
për me I tregu njerëzve se pejgamberi alayhi salam daveti I tij është model për neve. Ai ka bërë davet, por ai ka lënë neve modelin që na duhet me bë davet dhe me përhap këtë islam sikur sa ai. Edhe mos mendon dikush që veç mi qiu durr të Allah udhzoj edhe kryet puna. Ja do të më shku te dera. Do të më shku me kop. Do të më shku me fol, do të më shku me ajë keq kuptimet. Do të më shku me net me ta, nuk mjafton veç doja, por çdo ditë të lutna Allahu më udhzona unën tëm për shemb. Mirë, ai ke fol herë. Babës ai ke fol herë. Allahu i udhzoft. O ti doja po do të më shku me fol. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam mas kret këtij daveti dhe kësaj thirrje, edhe këtij kontakti me njerëz, po bën doni jo në start. Që kanë herë ka nevojë dikush me doa modzu. Mirë, po shumica njerëz do të më shku më fol, me bë kontakt me ta, më kallëzoj islamin, më ia vjeç keq kuptimet, më ia vjek atë pamjen e keqe që e kanë për fe. Edhe thot Abdullah ibn Mas'ud nëse s'ka bëjë transmeton thotë kum dëgjoj pejgamberin alayhi salatu wasallam thon o Allah, Allahumma izz hadha ad-din bi ahab al-umarayn indak. Menionin prej dy omerave që është më I dashur te ti. E thot Abdullah ibn Mas'ud thot Omeri shkon më I dashur te Allah se ky bo musliman, Abu Jahli met. Jo musliman. Mirë. Gjithashtu ajo që është e vërtetë për tregimin e Omerit, pe përmendim, po zgjanoj pak më shumë te Omeri sepse është Islami I tij është interesant. Thot Abdullah ibn Mas'udi, derisa e ka pranuar Islamin Omeri, ne jemi fal fshehtas. Nuk kemi guxuar më fal te çobja. Prej kur e ka pranuar Islamin, kemi filluar më fal te çobja hoptas. U mënosh për qëllim tjerë, se pejgamberi alayhi salatu wasallam thamë që është fal, por tjerë s'kan guxuar më fal te çobja. E Omeri radhiyallahu anhu ka shku te çobja, ka filluar I vetë më fal, u rrok me ata, janë rrej edhe pastaj kanë ndalu se torturat e llojtarët, mo nuk e kanë pengu prej këtij konfrontimi që I kanë ndodhur me Omerin, konfrontim fizik, mo nuk e kanë pengu kushdo që është fal te çobja. Mirë, Omer radhiyallahu anhu thot, tregon Abdullah ibn Omeri për babën e vet. Thot isha fëmijë I vogël, po kiti ditë se çka po bëmot. Edhe I shkësha babës për mas kur u bë musliman. Edhe na për Mekë u sillke, edhe thoshte shka është puna, jam bë musliman, kush s'po del përpara mu rrok me mua, se kush bëhej musliman I mlidheshin në Mekë, edhe e rrehnin derisa alivanashin. Ose ai rrehej me ta derisa u ladhshin edhe nalshin luftën. Tash Omeri shkon I troket Abu Jahlit në derë. Thot jam bë musliman. Thot te ku ke çmenda, sabet, domethënë je çmend, mirë për ato që pas ke bë, mirë për ty jam shel derën. Thot Omeri shka është puna me mua, kur kush s'po rrokët. Thot apo a bash I bë marak më të mbledh mushrikt edhe më rrej me ta. Thot çu filoni kur ta po shtu veç tregoj aty, veç thu jam bë musliman. Edhe shkon I fal xhemile ka bë sabrin. Edhe shkon Omeri thot jam bë musliman. Ai shkon njeri që më shumë ti ka përhap lajmet me Mekë. Mos s'ka mojt kur gjuhish, kur fal lajmi, krejt lajmet I ka treguar Mekë. U kon poste sopi. Edhe veç e merr çet fjalë dhe del te çavi thot Omeri është bë musliman. Omeri sabba, domethënë u çment që kanë posë dhujtarët, mirë po musliman. Thot pa një pa dy veç më kanë mbledh rrethit njerëzit. Edhe kanë filluar më shumë, shohën e mshata derisa jo mul. Se lodhet njëri, një me 2-3 me 20-30 lodhet. Pastaj ka ardhur doja e Omerit radhiyallahu anhu se duket bëhet musliman kë, nëse s'ka bëj më vonë, edhe e shpëton. E nxjerr prej turmës, edhe thot kjo është menore tem, domethënë është mbesë teme. Se kur e ka marrë dikush dikonin besë, pastaj e kanë rujt besën edhe nuk e kanë thy. Edhe e marrin Omerin e çojnë te shtëpia që ashtu talivanas mas këta asoj rrahje, edhe vazhdon jeta në Mekë me islamin e Hamzës edhe islamin e Omerit radhiyallahu anhu. Mirë, tash e kemi shpërngulin e dytë në Abisini. Thamë më herët që ju shkaj lojmi se me kasit e mbo musliman, s'du lojmi vërtet. Që ata që u këthyn, Othman ibn Madhuni dhe disa të tjerë, u këthyn me Mekë, u detyrun apet me shku në Abisini. Mirë po bashkë me ta shkun edhe një grup tjetër I madh, të cilët nuk mundeshin me I përballu torturat e me kasve. E tash u banën 82 burra edhe 14 gra. Mirë, ku shkun tash numër I madh në Abisini atje, këtu në Mekë filloi një farë frike më ju sjell me kasve në përmendje, se këta kanë shku atje tash, bëhen musliman, rritën, forcohen edhe pe atje të vinë edhe e morrin Mekë. S'do të milon rahat. Tonë si lanë rahat në Mekë, s'do të milon rahat as atje. Se e kuptuan ata që prej qëllimeve të shpërngulës është që me shku një grup me zhvillu fetarin,
edhe me praktiku fen pa probleme, edhe me përhap davetin edhe mu bo sa më shumë musliman. Mirë, ku të bon sa më shumë musliman, ata kanë me orë në qabe, se qabe është shtëpia e Zotit edhe kanë me orë me morë qabën. Kështu që është rrezik për edhëtarët me kas. Edhe fillon me mendu se çysh munden me pengu këto. Edhe u morën vesh që Amr ibn Asin edhe një tjetër me i dërgu të mbreti Abisinis edhe me bind mbretin që me i kthy prapët. Mi thonë nësë që pranaj në shtetemin, këtheni për nga një orë. Kur të vinë Mekë, tani na ju kallëzojmë që ka ju bëjmë aty. Shkon Amr ibn Asi, radiallahu anhu, se tani bëhet musliman Amr ibn Asi. Edhe merr një do dhuratat mira të shmushme, me mashtru mbretin me tu, në Gjashijun edhe ja qënë dhuratat. Edhe mos i jep dhuratat, thot, o mbret, qyshe i kanë posa të thirjet, thot, i kena disa njerës ton, do të ri, kanë dalë me do farë mësime, me do farë fjallë, e kanë shregullu krejt sistemin e Mekës, i kanë prish familjet, i kanë prish lidhet farefisnore. Tash Amr ibn Asi do me thonë që me bomi moj ti këto edhe ty ti bojnë qëto probleme. Kështu që neve para prakisht ne kanë bo këto probleme. Thot, e në ardhë, mundësisht me na i kthy, ti qëmë të familjet e veta, nështë ta mas drejtuën mos thë. Edhe në Gjashiju që deri tash s'ka pos kontakt me muslimant. I thirë të thirë me kush janë ata, kur vijnë ata musliman. Edhe e i thot, kush për ju e po flet Gjaferi, djali i Hoxhës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot, kush jeni ju? Mund çka paraqit një ju? Edhe fillon Gjaferi me të regu, thot, kemi qenë njerëz që e kemi adhuru gurin edhe dronin, e kemi adhuru zotat që i kemi maru me durët e tonë, e kemi hangër doptin, e kemi shkel ato që të pafuqishmin, kemi bo pa drejtësi, i kemi varros edhe i kemi vrov thmit e tonë për zgjalli, nuk kemi hangër kamatët, kemi ba, ne i ka qua Allahu pejgamberin e ti, pejgamberin e Zotit, i cili po na thret me adhuru vetëm Allahu, mos i bo shok atij, me mbajt lidhet farefisnore, me ndihmu varfarnjakve, me i dal krah atij që është në drejtën. O, thot, të janë vlera. Në që të thirë jo, shkani ku dëni, s'kuza kush më jo prejk. Amr ibn Asit i dështoj plani. Mirë, por nuk po shkon të shtëpia në Mekë, thot, kena më provu dhe njëherë. Të nesërmën, i thot në Gjashijut, se në Gjashiju ka qenë krishter, me kret Abisinia ka qenë krishter, sot dit është krishter. Bele krishter të njëni prej shokëve të Isait alayhi salam, njëni prej apostojve, ose prej havarionëve që Allah i ka qujtë havarion Kur'an, është ka ik prej pushtetit zullumçar atë kohë dhe është shpërngul ka jetu në Abisini, Etiopi ose Somalit sotit. I thot të nesërmën, thot këta njerëz ja ufshin besimin juve. Folin keq për Merjemen edhe për Isajin. I thira i prap. Thot thirmi prap. Edhe prap Gjaferi po flet. Thot çka thoni ju për Isajin atë për Merjemen? Fillon me lexu surën Merjem. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria on Yahya on Merjemen. Subhanallah, i mushën së të latë. Edhe në Gjashijut, edhe krejt prevde që i ka pos, rrejthet ju mushën së të latë. Thot, e shka në thoni për Isajin? Thot, na për Isajin themi se ajo është rëbë dhe i dërgumi i Zotit, jo biri i Zotit. Thot, qëtojnë pas me dalim? Mon krejt që të tjera, qka i thot, njëjtë e kukshmi. Njëjtë jemi edhe na, veç qëtojnë pas me dalim. Shkoni ka doni se valloj si javjap këta njerës kërë. Edhe Amr ibn Asi u këthy, i dëshprum edhe i dështu. Pas ta i thuhet që rrugës për në Mekë, pamrin Mekë, kalun ka Egjipti këta, edhe përhapët lajmi se ne do në më bon një grosh shtet në Abisini. Do në dikush me rëdzu në Gjashijun, edhe me marë për shtetin. Edhe gëzohet Amr ibn Asi. Se tash ndërët për shteti, shkoj tash atë tjetërin, edhe herë se ma shtrej. Mirë po donë Allahu, si pas këti transmitimi që nuk është edhe shumë i fort, po donë Allahu edhe muslimant lutën që mos me ra në Gjashiju. Edhe në Gjashiju me ushtrinë e vetë, arrin që me shujt groshtetin edhe me stabilizu pushtetin, edhe mbesin muslimanët të qetë, pa probleme, pa presione, pa i prej kush me gishtin e vogël, të dorës sa ka ndosht me nejnë. Bile muslimani i fundit, që u këthy për Abisinis, mi u bashkan gjitë për Jamberit alayhi salatu wasalam, është luftën e Khajberit, në vitin e 7 ose 8, 6 ose 7 të hijretit. Do më llogarit mas 2-13 vjetëve për i bjen. Ka nejtë pa kur farë problemi. Mirë, do më thonë, këto ishin zhvillimet të cilat ndodhen gjatë kësaj periudhe,
ku u shpërngolen muslimanët, pastaj tentimi dhujtore për me I kthy ata muslimanët prej Abisinis, edhe me I kthy në Mekë, me I torturu vazhdimisht dhe me pengu fen, po dhe mos me lon një celul tjetër e muslimanëve mu zhvillu dikun tjetër, pastaj me ardhë dhe me marrë Mekën. Sa ata e kanë ditë këto. Kanë ditë që qëllimi I kësaj thirrje, qëllimi I Kuranit dhe Islamit është që Mekën çabën me pastru, se çabja është shtëpia e Zotit, nuk është shtëpia e idhujve. Çabja është për në haxhallok, çabja është shtëpia e parë e Allahut që është ndërtuar në tokë për madhuru Allahun. Edhe shumë dispozita të fesë lidhen për çapat. Ata kanë ditë që synimi është çabja, mirë, po këta kanë shkuar në Abisini për mu forcu pak, edhe pastaj me ardhën Mekë edhe me marrë çabën, po e din këta mirë. Mirë, pastaj të ndërruar vëllezër, po I përmendim disa urtësi ose disa mësime për këtyre ngjarjeve që I përmendëm, dy shpërngulljeve, Islami I Omerit, Islami I Hamzës radhiyallahu anhu, edhe stabilizimi në farë mënyre, me thonë, I gjendjes në Mekë deri dikon. Për mësimeve që I nxjerrim është përzgjedhja e saktë që e ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasallam vendit ku do të më shku muslimanët. As nuk I thotë shkoni në Irak, as shkoni në Yemen, as shkoni dikun tjetër. Këta arab kanë qenë këta. Mirë, po më të sigurt janë te Nejashiu, I cili s'është arab, as nuk është musliman, sesa te arabët. Edhe për ata pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka analizuar situatën mirë, edhe I ka marrë lajme të mirë prej njerëzve. Kush e sundon Yemenin, kush e sundon Irakun, kush e sundon Shamin, kush e sundon Egjiptin, kush e sundon Abisinin, qysh sundon, edhe I ka dalë që mbreti më I mirë, më I drejtë, më I buti është në Abisini, në Nejashiu. Edhe për ata I thotë shkoni në Abisini. Në anën tjetër, kur I thotë shkoni në Abisini, pse? Thotë se ka drejtësia aty, që do të thotë se pushtetin e mbon drejtësia. Sikur se e kanë përmendur xhollarët, dhe tekstualisht Ibn Taymija thotë, Allahu një pushtet I cili është I drejtë, ja zgjat jetën edhe nëse është jo musliman. Ja zgjat jetën, gjatë sondon, përderisa sondon me drejtësi. Ndërsa një pushtet I cili është I padrejtë zullumçar, Allahu erxon shpejt e përmbyll shpejt edhe nëse është musliman. Udhëheqësi nëse është musliman. Përderisa banzon, sepse padrejësia është e rënë. Për ata Allahu çka I thot njerëzimit? Thot ja ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi faj'altu muharraman bainakum fala tadhalamu. O robët e mi, unë ja kum bë haram vetës padrejtësinë. S'ka se doroj padrejtësi. Unë që gjithçka kam kriju dhe nuk bëj padrejtësi, atëherë dhe ju mos bani padrejtësi. Allahu po thot. E padrejtësi nuk e duron Allahu I lartësuar për ata. Kjo është ajo shtylla korrizore e çdo pushteti është drejtësia. Po pa drejtësi, njerëzit kanë me pas qetësi, kanë me pas rahati, edhe Allahu ka me zot atë pushtet. Ndërsa nëse ka Islam, nëse udhëheqësi është edhe musliman edhe I drejtë, sikur se çka ndodh me pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe shokët e tij, kjo është mënyra më e mirë e qeverisjes ose modeli më I mirë e shtetit, ose I pushtetit në fakt edhe I qeverisjes. Gjithashtu është se pejgamberi alayhi salatu wasallam I ka përzgjedhur disa persona. Nuk I ka thonë gjithkujt shkoni. Se ka mos I dikush shkon, mirë po mashtrohet me jetën atje ku ka me shku, edhe bën vaki I dopt pak, suni përballon presionit, suni përballon ndoshta edhe presionit donjallokut, sepse del pi fukarallokut me një vend ku ka pasuri, me një vend ku ka rregull për shembull, edhe pastaj ndikohet ose provokohet për kësaj edhe çka ku kanë rregull. E pejgamberi alayhi salatu wasalam po I përzgjedh persona të caktuar, të cilët shkojnë atje mirë po e ruajnë celulën e Islamit. E ruajnë organizimin, organizohen mirë, mojnë Islamin, e forcojnë Islamin edhe rrinë të organizuar atje. Edhe e përmendëm që është Uthmani ibn Affanin këtë grup që kanë bërë hijret, është Xhaferi radhiyallahu anhu I cili është rrit afër me pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe është prej muslimanëve të parë. Pastaj është Abdulrahman ibn Aufi, ke Zubair ibn Awami, ke Musab ibn Umair, Musabin të cilin pejgamberi alayhi salatu wasallam pastaj e dërgon ambasadorin e parë në Medinë para se me shkuaj vetë në Medinë, do këtë janë njerëz të mëdhej. Domthon si duket I thotë ju, këto nuk mundeni me I bën këto organizime. Po shkoni atje, jeni të qetë dhe rrini të organizon për atje. Që kur të na duhen, pastaj vini. Gjithashtu,
Pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë sfidë po i fut edhe njerëz të afërt vet. Vajza e vet është një prej atyre që kanë bërë hijret. Mele është femra e parë që ka bërë hijret. Dhe bashkë me Uthmanin dhe ndërën e vet. Pastaj Gjaferi, djali i miqës pejgamberit alayhi salatu wassalam. E që kjo është ai rregulli që duhet me shoqëruar çdo udhëhes. Sepse ti rujtot, edhe tjerë të fotin rrezik, edhe ban prova me tjerë, edhe tjetër rrezikoj, edhe fotin për sfida, ndërsa me të afërmit ato në terën, që thotë populli, kjo është shembull shumë i keq, edhe kjo është padrejtësi. E pejgamberi alayhi salatu wasallam po donë më tregu aty që të thonë është sfidë, me lon vendin tonë dhe me shkumin në vend huaj, mu bollavaçu me lloj sprove, lloj sfide, mirë po që unë i kam futur edhe njerëz të me këtu. Don vojzën time kam këtu. Edhe para ta nuk ka mujt dikush me i thon pejgamberit alayhi salatu wasallam, ti po rrini qet këto në Mekë, në shpitane me njerëz të to, ne na me dal me shetit botën ku të mujmë me fut kryt, për arsye se i ka pasur edhe njerëz e afër me ta. Gjithashtu duhet ta kuptojmë se betejë mes islamit edhe armiqve të islamit nuk është betejë personale. Ata që e shohin islamin edhe i shohin muslimanët edhe i urrejnë musliman nuk u morrejnë pse e kam emrin filan fistek, pse jam i filan vendit, apo pse e kam këtë islam. Nesër mu bon ndryshe, me lon këtë islam se kemi këto probleme. Kështu që nuk është betejë personale, individuale me njerëz, është betejë e ideologjive edhe e bindjeve. Për arsye se unë kam bindjen në islam se islami është feja vërtet, ai ka bindjen, ai ose ajo e ka bindjen se islami është i rrezikshëm dhe duhet me luftuar për ta marrë mision. Edhe kështu ka ndodhur historikisht, edhe ashtu ndodh, axhallarët e pejgamberit alayhi salatu wasallam kanë armiqsu këta, pastaj ata shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam njerëz të afërm tyne. Llogarit te Omeri, ai përmendëm më herët, Omeri dhëndrin e vet e ka lidhur në shtëpi. Se ka posisht familjes, po e ka lidhur. Uthmanin migja e vet e ka lidhur në shtëpi, s'ka me dal pi shtëpisë. Do çfarë urrëtie edhe çfarë amësie ndrojnë personazhet, për ndryshe skenari është i njëjtë. Zhvillimet janë të njëjta. Pastaj përcjellja e zhvillimeve që ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasallam me njerëz të vet. Qysh e përmendin që kur ka marrë vesh pejgamberi alayhi salatu wasallam se Amr ibn Asi ka shkuar në Abisini për me bind në Xhashiun me i kthy muslimanët në Mekë, Ebu Talibi ja ka shkruar një letër në Xhashiut. Paraprakisht e ka lajmëruar. Të bëthon që është gjendja se na jemi këto prej zorit e kanë lonë vendin ata. Nuk kanë orë për qefit, kërkush se ka lonë shpinë e vetë, dhe pasunin e vetë, dhe familjen e vetë prej qefit, po kështu është situata, edhe ja ka shku një letër e ka qenë në Xhashiu. Kështu që në Xhashiu ka qenë i njohur për afërsisht me situatën, për ata Gjaferi, radhiyallahu anhu, pak fjali ka fol për atë gjendjen e tyre dhe ka thonë kry. Këta janë njerëz më të mirë, këta nuk i jap kurrë. Gjithashtu është se Gjaferi radhiyallahu anhu që i përgjigjet në Xhashiut pa rrotlla, dhe pa u dashur më jap shtjell pyetjen, sikurse ndodh kanë herë sot dikush për muslimanë më ngushtu vallahi, më pyeti për diçka, po soni thash bash direkt ja sjella pak për rrotlla. Kur i ka thonë se çka thoni për Isain alayhis salam, ka mujt më dhoni përgjigje pak si për rrotlla. Na themi për Isain se ai është robi i Allahut dhe i dërguar i tij, domethënë, njëri thjesht. S'ka domethënë, si ka fol me rrotlla, si ka fol me qef, as si ka bolojka. Sepse kështu e ka lyp situata në momenti që me të regu se sakt kush jemi na, sepse po t'ja kish bërë rafsh, se dhe na Isain alayhis salam nuk jemi që aty pari dikun nuk mja përzi, prape kish marrë vesh në Xhashiu që ndryshe është bindja muslimanve ndaj Isait me të krishterëve. Pastaj gjithashtu lejohet me kërku strejt e jo muslimant, nëse nuk dëmtohemi në pronën tonë, në jetën tonë, në fejnë tonë e kështu më radhë. Qysh ka ndodhë me rastin e sahabëve që i ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj e kemi këtu dhe islamin në Xhashiu. Në Xhashiu bëhet musliman e dini. Mirë, po bëhet musliman e mshef islamin. Sepse e kupton që pritërind, edhe pse kanë qenë njerëz të butë në parem, mirë po me ndru fejnë, me dalë në islam, ja këshin marë pushtetin. Kryesura e ka mojtë pushtetin, ka qëndru në pushtet edhe musliman. Për ata kur ka vdek pejgamberi alayhi salatu wasalam, çka ka thonë sahabëve? Qohunu t'ja falmi namazin e gjenazës një vllau ton që ka vdek në Abisini, kur ka vdek në Xhashiu. Radhiyallahu anhu, është sahabia që kur se ka po pejgamberin alayhi salatu wassalam, ose tabiini, me thonë më ndryshë, është tabiini që ka vdek para pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se i ka po sahabët, se ka po pejgamberin sallallahu alayhi wasallam.
Gjithashtu këtu e përmendur të Nejashiu edhe preftërin që ka pas rrethit, kur kanë qajt, Allah i ka përmend Kur'an. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladhina amanu alladhina al-yahuda wal ladhina ashraku. Thot njerë keni me i pa që njerëzit më tashpër, më tegër ndaj juve, ndaj muslimanëve janë jahudit edhe ata që kanë bërë shok Allahut. Ndërsa më të afërt edhe më të butit për krejt atyne ndaj muslimanëve janë krishterët. Ata që kanë thonë se jemi krishterë, sepse ata në mesin e tyre ka priftrin edhe ka priftrin që vëdhesh. Pastaj vazhdon ajeti i dytë, thotë ata kur i dëgjuan ajetet të cilat ju kanë zbrit pejgamberit, ju rradhën latët, edhe këto shumë prej komentatorëve të Kuranit e përmendin që janë për qëllim Nejashiu me priftrit që ka pas rrethit, kur i kanë lexuar ajet, kur i kanë dëgjuar ajetet e surës Maryam, kanë qajt krejt priftrinit. Edhe Nejashiu bashkë me ta. Gjithashtu është se muslimani nuk duhet më adaptu kur me të keqen. Hiq. S'muj me jetu, s'm lën vend me jetu, kryu në ndroj vendin, ama nuk bona me të keqen. Nuk bona i keq sikur se i keqi. S'po muj me jetu në Mekë one, si musliman, atëherë lo Mekë. Amo se lo fejen edhe nuk bona i keq sikur se ata të qetë. Nuk bona i dhujtar sikur se i dhujtar. Kështu që nuk adaptuna kur. Kur nuk adaptuna dhe kur nuk mishruna me të keqen. Nëse muj me jetu me një vend ku ka të keqe, pa mu të cenu mu e feja, edhe pa mu të cenu mu vlerat, po për ndryshën nëse më cenuhën, une nuk adaptona kur me të keqe. Pastaj, përgjigja me Kur'an, Gjaferi radiallahu anhu, kur i ka lyp përgjigje në Nejashiu, ç'është përgjigj? Ka thënë çka thoni ju për Isain, e ka lexuar surën Maryam. Do më thonë, prej këtu ka thonë dietar që përgjigja më e mirë dhe përgjigja që duhet me përdor thirrsat, hoxhallarët, dietarët është me Kur'an dhe me Sunet. Argumenti më i fortë se Kur'ani dhe Suneti nuk ka. Edhe kjo është praktika të cilën e ka përdor edhe Gjaferi radiallahu anhu. Ka dhe mësime të tjera, mirë po shkurtimisht me çto po mjaftohemi sa i përket periudhës 2 hijreteve në Abisini dhe zhvillimeve që janë bërë mes këtyre 2 hijreteve. Pastaj e kemi një periudhë shumë interesante, zhvillime edhe më interesante, mosa shumë interesante, shumë radikale, ndërmarrjen e dhujtarët e Mekës, mirë po këto sot në javë inshallah. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad.